Taskforca kundër kultivimit të bimëve narkotike në Lezhë ka kërkuar më shumë angazhim në raportimin e dyshimeve për raste të mundshme të kultivimit, pavarësisht se në vitin 2024 numri ka qenë 5 herë më i ulët, krahasuar me vitet e mëparshme. Në cilësinë e kreut të kësaj taskforce, prefekti i Qarkut Lezhë Taulant Malshi theksoi se krimi po sofistikohet dhe tashmë është i përqendruar kryesisht në ambiente të mbyllura. Jemi të informuar sidomos institucionet e përkatëse se ka një sofistikim të veprimtarisë në këtë drejtim. Konkretisht, është synuar edhe orientimi i kësaj veprimtarie në ambiente të mbyllura, në ambiente të braktisura, në stalla, në magazina private, në kishë parte ushtarake, në tunele. Dhe si rezultat i këtij evidentimi, konstatimi, kërkohet një angazhim më i madh i gjitha strukturave të tjera. Konkretisht, i filialit të OSHE-s, të cilët me specialistët e tyre duhet të jenë më të përgjegjshëm në konstatimin e kësaj dukurie nëpërmjet specialistëve të tyre në territor. Nga ana tjetër, zëvendës drejtori i Policisë Vendore të Lezhës Taulant Gjoka ngriti shqetësimin se gjatë vitit 2024 nuk ka pasur asnjë denoncim nga institucionet përgjegjëse. Kam një apel për të gjithë ju, sepse i referohem të dhënave të 2024 dhe në fakt fatkeqësisht ne nuk kemi asnjë informacion të evidentuar nga këto institucione që kanë detyrime ligjore në raport me planin e veprimit përbashkët hartuar dhe miratuar nga Drejtoria e Policisë Vendore dhe drejtoritë përkatëse që ju përfaqësoni. Dhe kjo është për të ardhur keq, sepse si rezultat i mosushtrimit të detyrave nga këta punonjës, janë 26 punonjës të ndryshëm, duke përfshirë inspektor pyjor, inspektor mjedisi, punonjës të OSHE-s që janë proceduar penalisht. Taskforca antikanabis në Lezhë theksoi se lufta kundër kultivimit të bimëve narkotike mbetet një prioritet dhe kërkon bashkëpunim të ngushtë mes institucioneve dhe qytetarëve. Autoritetet bën thirrje për raportim të çdo rasti të dyshimt, duke nënvizuar se vetëm përmes vigjilencës dhe angazhimit të përbashkët mund të parandalohet ky fenomen.